Linjave ajrore u është kërkuar të ndryshojnë rregullat për pasagerët me mbi peshë, pasi një foto e një udhëtari në fluturim u bë virale në internet. Grupi hip-hop Pretty Ricky nga Miami shkroi në Facebook për të ndarë foton e diskutueshme të burrit, teksa u përpoq të ulej në ulsen e tij gjatë një fluturimi nga Helsinki në Kopenhag vitin e kaluar. Fotoja fillimisht u nda nga Christopher Elliot nga Washington, i cili shkroi në faqen e tij në Facebook, një organizatë jo fitimprurse e mbrojtjes së konsumatorëve, për të treguar vështirësinë e pasagerit për të hipur në fluturim. Krijuesit e hiteve Grind With Me nga mesi i viteve 2000 pretenduan se linjat ajrore kanë përgjegjësinë të kenë diçka në vend për të akomoduar të gjithë. Linjat ajrore do të duhet të kenë diçka për pasagerët me mbi peshë. Ky imazh është bërë së fundmi në një fluturim, duke treguar se sa e vështirë është për njerëzit që janë më të mëdhenj se një vend. Është gjithashtu e vështirë për ata që ulen pranë tyre. Është një situatë e vështirë sepse linja ajrore do të duhet të mendojë për një medium të lumtur, shkruan ata. Postimi ndezi një debat dhe grumbulloi mbi 1600 komente, me shumë që sugjeronin se pasagerët më të mëdhenj duhet të paguajnë për 2 vende, nëse nuk mund të përshtaten në një.